Analistët komentojnë raportin e Progresit. Besim Neviu theksoi se raporti konstaton ngecje serioze në proceset eurointegruese. 16 ankesa në KSZ për zgjedhjet lokale. Njëra nga Haqim Ramadani i Bërvenicës për 4 vendvotime. Dy vajza joshën qytetarin nga Shkupi. Në motel e grabisin 2 burra. Reportazh nga Shudo Orizaria. Qytetarët rom vazhdojnë të diskriminohen. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. Raporti i Progresit që publikoi Komisioni Evropian për Maqedoninë e Veriut konstaton qartë ngecje serioze në procesin e integrimit evropian të vendit. Analisti politik Besim Neviu për televizionin Shenja ka komentuar këto zhvillime, duke theksuar se një nga çështjet kyçe mbetet mos realizimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara, të cilat janë parakusht për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Analisti politik Besim Neviu vlerëson se raporti i Progresit që publikoi Komisioni Evropian për Maqedoninë e Veriut konstaton qartë ngecje serioze në procesin e integrimit evropian të vendit, duke theksuar se problemet nuk lidhen vetëm me kapacitetet teknike, por edhe me mungesën e vullnetit politik për të ndërmarrë reformat e nevojshme. Sipas tij, një nga çështjet kyçe mbetet mos realizimi i ndryshimeve kushtetuese të dakorduara, të cilat janë parakusht për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Megjithatë, Neviu në një deklaratë për televizionin Shenja tha se përpos pjesës politike, vendi ka ngecur edhe në zbatimin e kritereve të antarësimit dhe asocimit, ku vihet në pa mungesa e rezultateve konkrete në fushat e sundimit të ligjit, funksionimit të gjyqësorit dhe prokurorisë, si dhe në luftën kundër korrupsionit. Përkundër retorikës qeveritare të kryeministrit Mickovski, i cili dje po ashtu ishte në Bruksel dhe shprehu se Maqedonia është dedikuar proceseve të integrimit, si dhe do ta bëjë detyrën e shtëpisë, pra në mungesë të fillimit negociatave do të pastroj oborin e vetë, duke i ndërmarrë këto reforma të duhura që Maqedonia t'i ngjajë një shteti evropian, një shteti antar të BE-s, duket se ato detyrat të shtëpisë kemi notë më të dobët se fqinjtë dhe antarët tjerë të klasës. Ai shtoi se nëse raporti krahasohet me ato të vendeve të tjera të rajonit, Maqedonia e Veriut ngec edhe në implementimin e obligimeve që nuk lidhen drejt për drejt me ndryshimet kushtetuese, por me kriteret e antarësimit. Sundimi i ligjit, gjyqësori, prokuroria dhe lufta kundër korrupsionit, theksoi ai, janë fusha ku komisioni konstaton mungesë të rezultateve konkrete dhe këto çështje janë theksuar më qartë në raportin e sivjeshëm se në raportet e viteve të kaluara. Ndërkaq ai përmendi edhe rastin e Koçanit si shembull të mos funksionimit institucional. Mungesa e procedimit gjyqësor në bazë të një shteti të funksionimit të një shteti të së drejtës është një minus i madh për Maqedoninë. Dhe sigurisht se kjo nuk ka se si mos të pasqyrohet edhe në mënyrën se si Bashkimi Evropian e percepton Maqedoninë. Pra, për një tragjedi kaq të madhe, të publikuar dhe e cila i adresohet mos funksionimit të permanent të jo vetëm një institucioni, por të disa institucioneve shtetërore, pra është një tragjedi që nuk ka ndodhur si rezultati i faktorit natyrë, po ka rezultuar nga faktori korrupsion, Komisioni Evropian publikoi më 4 nëntor raportin e Progresit për Maqedoninë e Veriut, sipas të cilit vendi nuk ka shënuar as pak përparim në reformimin e sistemit gjyqësor dhe në luftën kundër korrupsionit. Raporti ka përmendur edhe tragjedinë e Koçanit,
për të cilën tha se ky rast zbuloi sfida të qëndrueshme sistematike mbi zbatimin e masave antikorrupsion. Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve janë dorëzuar 16 ankesa në lidhje me procedurën e rezultateve nga raundi i dytë i zgjedhjeve lokale. Kandidati i koalicionit Vlen për komunën e Bërvenicës Haqim Ramadani ka dorëzuar ankesë për 4 vendvotime. Rezultatet e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale kanë sjellë jo vetëm fituese humbës, por edhe pakënaqësi dhe dyshime. Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve janë dorëzuar 16 ankesa për mënyrën në lidhje me procedurën e rezultateve nga raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, që u mbajtën të dielën më 2 nëntor. Afati për dorëzimin e ankesave përfundon sot, gjithsesi 48 orë pas publikimit të rezultateve fillestare të zgjedhjeve. Kandidati i koalicionit të Vlen për komunën e Bërvenicës Haqim Ramadani, ankesa ka dorëzuar për 4 vendvotime, bëhet fjalë për vendvotimet 2034, 2033, 2032 dhe 2035 në komunën e Bërvenicës. Në këtë komunë, në raundin e dytë të zgjedhjeve, fitoi Jovica Ilievski, i mbështetur nga VMRO-DPMN dhe koalicioni me 4374 vota, ndërsa Ramadani mori 4224 vota. Koalicioni Maqedonia Juaj ka dorëzuar 10 ankesa për vendvotimet 2956, 2971-1, 2973, 2959-1, 2955, 2956-1, 2959, 2961-1, 2961 dhe 2971 në komunën e Shutë Orizarës. Edhe Aleanca e Romëve ka dorëzuar ankesa për Shutë Orizarën për vendvotimet 2966, 2962 dhe 2961. Në këtë komunë, në raundin e dytë të zgjedhjeve, fitoi Kurto Dudush nga Unioni i Romëve me 3894 vota, ndërsa Erxhan Demir, i mbështetur nga koalicioni udhëhequr nga VMRO-DPMN, mori 3406 vota. Koalicioni Përvojë për Sukses, që mbështeti Stefço Jakimovskin, ka dorëzuar ankesa për përmbledhjen dhe konfirmimin e rezultateve në vendvotimet 2631 dhe 2613 në komunën e Karposhit. Në Karposh fitoi kandidati mbështetur nga VMRO-DPMN dhe koalicioni Sotirej Lukrovski me 13512 vota, ndërsa Jakimovski mori 12378 vota. Sipas informacioneve nga KSZ, seanca për shqyrtimin e ankesave pritet të mbahet nesër. Komisioni Komunal i Zgjedhjeve ja dorëzoi certifikata 31 këshilltarëve komunal të komunës së Tetovës. Këshilli i ri komunal ka pësuar ndryshime të vogla krahasuar me përbërjen e mëparshme. Ndonë se kryetari i komunës së Tetovës u zgjedh në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, sot janë certifikuar këshilltarët komunal që mandatin e tyre e fituan më 19 tetor, respektivisht në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale. Albi Qamili, që në zgjedhjet lokale i priu listës së këshilltarëve të koalicionit Vlen në këtë komunë, ka shprehur mirënjohje për qytetarët që i dhan besimin listës së këshilltarëve të Vlenit për t'i përfaqësuar në Këshillin Komunal, duke theksuar angazhimin për të qenë në shërbim të interesit publik. Qamili ka deklaruar se Vlen e ka shumicën në këtë këshill, megjithatë ka deklaruar se janë të hapur për bashkëpunim me të gjitha listat që do të shfaqin interes. Shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë qytetarët të cilët vlerësuan programin ton, ofertën ton dhe na dhanë besimin që të jemi zëri i tyre në Këshillin Komunal. Ne, këshilltarët e Vlenit, bashkë me kryetarin Kasami, do të jemi në shërbim të qytetarëve, në shërbim të interesit publik. Pas certifikimit të këshilltarëve, foli edhe Asaf Abdurrahmani, që i priu listës së këshilltarëve të Aleancës Kombëtare për Integrim në zgjedhjet lokale, tha se do të veprojnë si opozitë konstruktive dhe nuk kanë pasur e as nuk kanë për qëllim të jenë opozitë destruktive. Do t'i përmbajmë të gjitha projektet të cilat do të kenë sqarim adekuat, edhe do të jenë adekuate për qytetarët tonë, do të jenë konstruktive për qytetin tonë. Asnjëherë nuk e kemi në plan dhe nuk e kemi pas në plan që të jemi një konfiguracion destruktiv. Vlen në Këshillin Komunal në Tetov do të përfaqësohet nga 13 këshilltar. Aleanca Kombëtare në këtë përbërje të re të Këshillit Komunal ka siguruar 12 këshilltar. 3 këshilltar komunal do të ketë VMRO-DPMN, ndërsa nga një këshilltar në këtë përbërje do të kenë LSDM-ja, Levica dhe Iniciativa Qytetare Më Mirë për Tetovën.
Bartësi i listës së koalicionit vlen në qytetin e Shkupit, Zekiria Berisha është në krye të politikanëve më të votuar shqiptar në nivel nacional në zgjedhjet lokale të 19 tetorit. Ai në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale me listën e Vlenit për këshilltar komunal ka arritur të sigurojë 28.045 vota. Pas tij radhitet Bashkim Bakiu, kandidati i koalicionit Vlen për kryetar të kryeqytetit, i cili në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale ka arritur të sigurojë 27.898 vota. Ndër politikanët më të votuar është edhe Abdul Selam Selami, këshilltari i qytetit të Shkupit, nën llogo të Aleancës Kombëtare për Integrim. Selami ka qenë bartës i listës së koalicionit opozitar dhe me listën e tij ka arritur të sigurojë 27.227 vota. Ndërkaq kandidati i këtij koalicioni për kryetar të kryeqytetit Skender Recep Zejdi ka arritur të sigurojë 26.114 vota. Prokuroria ka hapur hetim kundër 4 personave, 2 gra dhe 2 burra për shkak të dyshimit për kryerje të veprës penale grabitje. Sipas prokurorisë, të katërtit kanë vepruar në mënyrë të organizuar dhe me përdorim të forcës fizike i kanë marrë viktimës rreth 200.000 denar. Vajzat e kanë njohur viktimën në një motel, ndërsa ai është pritur në errësirë nga 2 burra. Një mbrëmje që duhej të përfundonte me një takim u kthye në tmerr në një motel të Shkupit. Një burr ka rënë prej një grabitjeje të planifikuar me kujdes nga 2 gra dhe 2 burra. Sipas prokurorisë themelore publike e Shkup, viktima fillimisht ishte joshur nga 2 të dyshuarat femra, por në vend të një takimi ai është pritur me dhunë brutale dhe grabitje. Ngjarja ka ndodhur më 30 tetor kur i dëmtuari kishte shkuar në një motel në Shkup me njërin nga të dyshuarat. Ajo i kishte propozuar të telefonojë një vajzë tjetër me pretendimin se do të ndihmonte për të gjetur një hotel më të mirë dhe më të lirë. I dëmtuari është pajtuar dhe pas bisedës telefonike është bindur të largohet nga moteli. Ndërkaq, 2 burrat, të cilët ishin në marrëveshje me gratë, e kanë sulmuar me doreza boksi derisa ai ka humbur ndjenjat, duke i marrë parat në një shumë prej 200.000 denarësh, telefonin dhe dokumentet personale. Sa i përket kësaj ngjarje, Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka hapur hetim ndaj të 4 personave, 2 burrave dhe 2 grave, të dyshuar për veprën penale grabitje në bazë të neni 237 paragrafi 4 në lidhje me paragrafin 1 të kodit penal. Sipas akuzës, të dyshuarit kanë vepruar në grup dhe me forcë kanë marrë një personi shumën prej 200.000 denarësh. Ndërsa po dilnin nga dhoma në oborin e errët të motelit, ato janë pritur nga 2 burra që ishin në marrëveshje me gratë dhe së bashku e kanë sulmuar viktimën. Ata e goditën me grusht në kokë dhe në trup derisa ra në tokë dhe nga xhepat i morën parat, telefonin celular dhe kartën e identitetit. Prokurori i kërkoi gjykatës caktimin e masës së paraburgimit për të 4 të dyshuarit për shkak të rrezikut të arratisjes dhe mundësisë së përsëritjes së veprës penale. Për njërin nga të dyshuarat femra, e cila ka qenë në arratitje kur ka kryer krimin, paraburgimi do të fillojë të zbatohet sapo të gjendet dhe të arrestohet. Rrugët e mbushura me gropa dhe baltë janë simbol i jetës së vështirë që komuniteti rom i ka edhe në shekullin 21. Qytetarët e anketuar nga televizioni Shenja thonë se kushtet me të cilat përballen në përditshmëri janë shumë të rënda. Ata thonë se nuk janë të kënaqur edhe me faktin se gjuha e tyre nuk respektohet aq sa duhet nga ana e institucioneve. Ndonë se ka përmirësime, jeta në lagjet e Romëve vazhdon të ngjasoj me jetën e para disa shekujve. Rrugët e mbushura me gropa dhe balt janë simboli i jetës së vështirë që ky komunitet i ka edhe në shekullin 21. Në ditën ndërkombëtare të gjuhës rome, televizioni Shenja ka vizituar lagjen e Shutori Zares nga qendra e qytetit. Lagje e cila është vetëm 15 minuta nga qendra e kryeqytetit. Qytetarët e anketuar nga televizioni Shenja thonë se kushtet me të cilat përballen në përditshmëri janë shumë të rënda. Ata thonë se nuk janë të kënaqur edhe me faktin se gjuha e tyre nuk respektohet aq sa duhet nga ana e institucioneve. Gjuha jonë nuk respektohet mjaftueshëm. Si tu them, tregon vetë gjendja. Tregues se si jetojmë është vetë ky vend. Kjo është tregues se sa ne jetojmë mirë. Nekako što беше на времето, примерно što сега. Aktualisht, me sa di, nuk jemi tani as përfaqësues që ta ngrej zërin për të drejtat tona, por shpresojmë se në të ardhmen do të bëhet më mirë. Kushtet po përmirësohen, është shumë më mirë se në të kaluarën. Kryetari që kemi po mundohet që të bëjmë më të mirën. Mendoj se do të bëhet edhe më mirë.
Populli po jeton në krizë, është vështirë, pa punë, përballemi me krizë ekonomike, është vështirë, kemi njerëz të shkolluar, por janë të papunë, është vështirë. Ndryshe, sipas regjistrimit të vitit 2021 në Maqedoninë e Veriut, 2.34% nga popullsia e përgjithshme i përkasin komunitetit rom, ndërkaq komuna e Shutorizzares është një nga komunat e vetme në Europë që udhëhiqet nga përfaqësues të këtij komuniteti. Ministri e Arsimit dhe Shkencës ka hapur debat publik për listën e re të lektyrave në arsimin fillor, duke ftuar mësimdhënësit dhe ekspertë të kontribojnë për një listë bashkëkohore e gjithëpërfshirëse. Sipas Mashit, azhurnimi synon për shtatjen e përmbajtjeve me nevoja zhvillimore, sociale dhe emocionale të nxënësve. Nga lista e vjetër janë hequr veprat të papërshtatshme. Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Byroja për Zhvillimin e Arsimit po organizojnë diskutim publik mbi një propozim listë të re lektyrash për arsimin fillor. Ata u bëjnë thirrje të gjitha palëve të interesuara, mësuesve, shërbimeve profesionale dhe palëve të tjera të interesuara në arsim, që të angazhohen në përcaktimin e një liste moderne, gjithëpërfshirëse dhe cilësore, e cila do t'u jepet nevojave reale të nxënësve dhe procesit mësimor. Nevoja për të azhurnuar listën e lektyrave lind nga dëshira për të përshtatur vazhdimisht përmbajtjen mësimore me qëllimet moderne arsimore, karakteristikat zhvillimore të nxënësve dhe kontekstin e tyre social dhe emocional. Lista e propozuar bazohet në listën e zbatuar në vitin shkollor 2019-2020. Nga Ministria e Arsimit sqarojnë se disa tituj janë hequr për shkak të lexueshmërisë së ulët dhe për shkak të mospërshtatshmërisë së moshës ose përmbajtjes, ndërsa për shkak të ndryshimeve në kurrikula dhe lidhjeve ndërdisiplinore në mësimdhënie, disa vepra janë zhvendosur në klasë tjetër ose kanë marrë status të ri, nga i detyrueshëm në zgjedhor dhe anasjelltas. Propozimi përfshin vepra që trajtojnë tema bashkëkohore dhe të rëndësishme, duke përfshirë identitetin dhe vetbesimin, miqësitë dhe marrëdhëniet ndërpersonale, jetën shkollore dhe ngacmimin, sfidat emocionale dhe psikologjike, diversitetin kulturor, përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore. Ministria thekson se qëllimi është që nxënësit të lexojnë përmbajtje që janë afër realitetit të tyre, por edhe mjaftueshëm të shtresuara për analizë dhe interpretim simbolik. Për të tretën ditë radhazi, studentët nga vendet ballkanike do të mund të marrin pjesë në trajnimin për gjuhën arabe të organizuar nga Departamenti i Filologjisë Orientale në Universitetin e Tetovës së bashku me UEM-i. Kjo ngjarje shënon një ditë e rëndësishme për këtë program studimor, sidomos për studentët, pasi për herë të parë një organizim i këtillë realizohet në Maqedoninë e Veriut. Departamenti i Filologjisë Orientale në UT, së bashku me UEM-i, për të tretën ditë radhazi, organizojnë trajnimin e gjuhës arabe për studentët e Ballkanit. Në hapësirat e Fakultetit të Filozofik në Universitetin e Tetovës, u bë organizimi përbashkët me Asamblen Botërore e të Rinjeve Musliman dhe programit studimor Filologji Orientale, mbi trajnimin në komunikim në gjuhën arabe për studentët e gjuhës arabe nga i gjithë Ballkani. Kjo ngjarje shënon një ditë rëndësishme për këtë program studimor, sidomos për studentët, pasi për herë të parë një organizim i këtillë realizohet në Maqedoninë e Veriut, edhe atë në bashkëpunim me programin studimor Filologji Orientale të Fakultetit Filozofik të Universitetit të Tetovës. Ky trajnim është i treti me radhë pas dy trajnimeve paraprake më 2023 dhe 2024 në Sarajev. Në këtë hapje solemne, përveç stafit të programit studimor Filologji Orientale, në cilësi të bashkëorganizatorit dhe studentëve të tij, prezent ishin edhe prorektori për arsimin i UT-s, profesor Dr. Ibrahim Neziri, dekani i Fakultetit të Filozofik, profesor Dr. Kushtri Mahmeti, profesor Dr. Awad Gjumah nga Riyadi i Arabisë Saudite, trajnuesi specializuar në fushën e komunikimit në gjuhën arabe për jo arabofolësit, profesor Yasir Es Sabak, drejtor i zyrës së UEM-i në Sarajev, si dhe student nga shtetet e ndryshme të Ballkanit. Pas fjalimeve të rastit nga ana e shefit të programit studimor Filologji Orientale, profesor Dr. Sulejman Baki, dekanit të Fakultetit të Filozofik dhe përfaqësuesve të organizatorëve nga Sarajeva dhe Riyadi, u këmbyen edhe dhurata e mirënjohjen të ndërsjellta në shenjë falënderimi dhe thellimi të bashkëpunimit ndërmjet palëve edhe në vite dhe projekte të ardhshme. Hapja u mbyll në një koktejl modest nga ana e Nikoqirit, pas çka filluan edhe trajnimet e parapara sipas programit të organizatorëve. Trajnimi ka filluar nga dita e hënë, ndërsa do të zgjaset deri të premten më 7 nëntor 2025 në hapësirat e programit studimor Filologji Orientale në Universitetin e Tetovës dhe në Hotel Arena në Kodrën e Diellit.
Banka Popullore ka njoftuar se rritja ekonomike për këtë vit pritet të jetë 3.5%. Guvernatori Trajko Slaveski deklaroi se deficiti do të jetë 4.2% nga BPV-ja, që është një zgjerim i deficitit në krahasim me vitin e kaluar. Sipas tij, pamja makroekonomike për ekonominë vendore tregon perspektiva të forta ekonomike dhe stabilizim të mëtejshëm të inflacionit. Rritja ekonomike për këtë vit pritet të jetë 3.5%, kurse norma mesatare e inflacionit do të jetë 3.9%, bën me dije nga Banka Popullore. Sipas tyre, deficiti do të jetë 4.2% nga bruto prodhimi vendor, që është një zgjerim i deficitit në krahasim me vitin e kaluar. Siç është shprehur guvernatori Trajko Slaveski, pamja makroekonomike për ekonominë vendore tregon perspektiva të forta ekonomike dhe stabilizim të mëtejshëm të inflacionit. Projekcionet më të reja makroekonomike për periudhën 2025-2028 tregon qëndrueshmëri dhe rritje solide ekonomike. Për këtë vit pritet rritje prej 3.5% në periudhën 2026-2028, ajo do të përshpejtohet në 4%. Sa i përket inflacionit, norma mesatare do të jetë 3.9%, kurse në periudhën e mëtejshme do të ndjekën një trajektore të përshtatjes në rënje dhe kthimi drejt mesatarës historike. Sipas tij, në 9 muajt e parë të vitit 2025, aktiviteti kreditor ka shënuar rritje të fuqishme dhe në këtë mënyrë, sipas Slaveskit, pritet të vazhdojë deri në fund të vitit. Në periudhën 2025-2028 priten hyrje neto solide në llogarinë financiare, të cilat do të përdoreshin për financimin e deficitit. Në lidhje me strukturën, pjesa më e madhe e hyrjeve neto pritet të jetë në formën e investimeve të huaja direkte dhe huamarrjes afatgjate të shtetit jashtë vendit. Për gjithë periudhën e projeksioneve pritet rritja e rezervave valutore dhe një nivel i përshtatshëm për ruajtjen e stabilitetit të valutës vendore. Nga Banka Popullore thonë se rreziqet kryesore nga mjedisi i jashtëm lidhen kryesisht me efektet e politikave proteksioniste dhe pasigurinë e theksuar në lidhje me politikat e ardhshme tregtare dhe tensionet gjeopolitike, por ekzistojnë gjithashtu rreziqe të vazhdueshme nga faktorët e brendshëm, të cilët mund të ndikojnë në kërkesën dhe çmimet në ekonominë vendase. Të mërkurën ka nisur numërimi prapa për mandatarin e 2 të lëvizjes vetëvendosje Glauq Konjufca për formimin e institucioneve të reja të Kosovës. LPV-ja të martën e propozoi Konjufcën për mandatar për qeverinë e re të Kosovës. Osmani e mandatoi Konjufcën në po të njëjtën ditë. Mandatari i ri për kryeministër ka afa deri më 19 nëntor për ta paraqitur kabinetin dhe programin qeverisës në kuvend dhe për të siguruar të paktën 61 vota. Nëse deri atëherë nuk arrihet votimi me sukses, më 20 nëntor Osmani do të duhet ta shpërndajë kuvendin duke hapur rrugën për zgjedhje të reja. Sipas kushtetutës, zgjedhjet duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë pas shpalljes së tyre, ndërsa ligji për zgjedhjet jep presidentes deri në 10 ditë kohë për ta bërë shpalljen e datës së zgjedhjeve, nga momenti i shpërndarjes së kuvendit. 11 njerëz e kanë humbur jetën dhe më shumë se 30 të tjerë janë lënduar si pasojë e një zjarri që shpërtheu në katin e 7 të një shtëpie pleqësh në Tuzla, mbrëmjen e së martës. Njoftuan të mërkurën autoritetet në kantonin e Tuzlës në Bosnje. Sipas të dhënave të fundit, 30 persona janë shtruar në spital në qendrën klinike universitare në Tuzla. Nuk është e qartë se çfarë shkaktoi zjarrin. Kryetari i Bashkisë së Tuzlës, Zijat Lugavić, thirrri takim të jashtëzakonshëm mëngjesin e së mërkurës, në të cilin do të paraqiten të dhëna rreth shkaqeve të zjarrit, numrit të viktimave dhe gjendjes së të lënduarve. Në një njoftim zyrtar disa orë pas zjarrit, shtëpia e pleqeve konfirmoi numrin e të vdekurve dhe të lënduarve dhe shtoi se të lënduarit po trajtohen në qendrën klinike universitare të Tuzlës. Sipas saj, mes të lënduarve ka dhe oficer policie, zjarfikës, punonjës mjekësor dhe punonjës të shtëpisë së pleqeve në Tuzla. Demokrati Zohran Mamdani fitoi zgjedhjet për kryetar bashkie në New York. Ai do të jetë i pari kryetar bashkiak musliman i metropolit. Mamdani fitoi ndaj ish-guvernatorit Andre Cuomo dhe republikanit Curtis Slia.
Më shumë se 2 milion njerëz dhanë votën sipas Komisionit Zgjedhor të qytetit të New Yorkut. Kjo ishte pjesëmarrja më e lartë në zgjedhje që nga viti 1969. Në fjalimin e fitores, Mamdani theksoi se do të luftojë antisemitizmin dhe ju drejtua drejt për drejt presidentit Donald Trump, duke kritikuar ashpër politikat e administratës aktuale amerikane për imigracionin dhe deportimin. Në këtë moment errësire politike, New Yorku do të jetë drita, tha Mamdani. Në moshën 34 vjeç, ai do të jetë kryetari i bashkisë më i ri i qytetit për më shumë se një shekulli. Gjatë fushatës së tij zgjedhore, ai premtoi të ulë koston e tepër të jetesës në metropol. Ai planifikon të zbatojë kontrollin e qiras, autobus falas dhe kujdes falas për fëmijët. Kjo do të financohet nga taksat më të larta për të pasurit dhe korporatat. Autoritetet portugeze ka ndaluar një anije gjysmë në ujore, e cila transportonte mbi 1,7 ton kokain në Atlantikun e Mesëm në rrugë për gjeografinë iberike. Pamjet e operacionit tregojnë policinë dhe marinën portugeze rrethuar anijen duke konfiskuar drogë të klasit A, 4 antarët e ekuipazhit, të gjithë nga Amerika e Jugut, 2 ekvadorian, 1 venezuelan dhe 1 kolumbian, janë vendosur në burg para gjykimit pas paraqitjes së tyre në Azore të martën, njoftoi policia. Vitor Ananias, drejtuesi i njësisë portugeze kundër trafikimit të drogës, tha në një konferencë për shtyp se kompsitë ndryshme të arrestuarve tregojnë se organizate kriminale nuk është e përqendruar vetëm në një vend. Pas sekuestrimit, anija nuk mund të tërhiqej drejt bregut për shkak të motit të keq dhe ndërtimit të brisht dhe më vonë u fundos në det të hapur. Autoritetet portugeze theksuan se incidentet të tilla kanë qenë të përsëritura në vitet e fundit. Në mars të këtij viti, një anije ngjashme me 6,5 ton kokain u sekuestrua në 1200 milje detare nga Lisbona. Shikues të nderuar, këtu shënon fundi lajmeve. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Mirupafshim.